Qoftë lëvdur Jezu Krishti. Të dashur të dëgjues, jemi në këtë takim duke folur për Shën Jozefin dhe e kemi përfunduar duke thënë se ndoshta Shën Jozefin nga parajsa do të jetë duke buzëqesh me mirësinë e tij për faktin se flasim shumë për ta. Ai me jetën e tij është përpjek vetëm të vepronte në gjërat e Zotit. Por edhe ne mund t'ia kthejmë ndërthojnë me buzëqeshje duke thënë se fajin e ka ai, nëse mund të quajmë faj, por në kuptimin se gjithmonë njerëzit që bëjnë vepra të mira, edhe pse në heshtje, edhe pa fjalë, nxisin të flasim mbi to. Jozefi më në fund e tham vendosi që i bindur ta merrte Marin në shtëpinë e vet. Vendosi ta shpëtonte Marin dhe Jezusin, që ishte zonë e krahërin e saj. Por kjo nuk do të ishte hera vetme që do t'i duhej të shpëtonte. Do ta shohim pak më vonë, sepse edhe herë të tjera do t'i duhet të mundohet shumë për shpëtimin e tyre. Ndërkaq ne duhet të ndalemi tek një detaj shumë i rëndësishëm, të cilin edhe vetë Shën Mateu Ngjilltar duket sikur e ka për zemër ta theksoj qartë. Edhe mbi këtë detaj teolog të shumë do të ndaleshin më vonë. E do të kishin bile edhe qasje të ndryshme rreth këtij detajit në jetën e Shën Jozefit. Thot Shën Mateu: Jozefi e mori në shtëpinë e vet të fejuarën e vet, e pa pasur marrëdhënie martesore me të, ajo lindi djalin, të cilit ja nxiti emrin Jezus. Martesa e Jozefit me Marin ishte një natyrë shumë të veçantë, pra, edhe pse vazhdonte të ishte një martesë në kuptimin e plot të fjalës. Nga shumë teolog, duke filluar qysh me krishterët e parë, është pohu se Maria ka zgjedhur të kushtohet Zotit për gjithmonë, edhe fizikisht. Për kuriozitet të gjithëve, me datën 21 nëntor, për shembull, kisha përkujton kushtimin e Marisë në tempull. Bëhet fjalë për kujtim i cili bazohet në një traditë të kishë, që beson se Maria, që është ende shumë e vogël, ndoshta 3-4 vjeçë, që dërgu në tempull të Jerusalemit nga prindët e saj dhe aty që lanë për t'ia kushtuar Zotit. Nuk ishte një praktikë e fëmijës, por një kushtim. Edhe kjo është e mundur sepse ato kohë përbërë tempullit thuhet kishte disa banesa ku jo vetëm jetonin prefterent që shërbenin në tempull të fisit Levit, pra, por kishte disa tjera banesa ku jetonin disa gra përgjithsisht të veja që vendosnin të mos martoheshin në jetën e tyre dhe t'i kushtoheshin lutjes dhe shërbesave në mesave të ndryshme që mund kishte nevojë tempulli për mirëmbajtjen e tij. E dim për shembull në Nxill përmendet Ana profetesh, e cila takoi Marinë e Jozefin me Jezusin foshnjë, pra kur e çon Jezusin për ta kushtuar në tempull. E tregon Shën Luka këtë detaj. E Maria duhet ketë jetuar atje për një kohë shumë të gjatë, derisa mushi moshën e martesë. Mendohet se mund të kenë qenë rreth moshës 14 vjeçare. Ka shumë mundësi që Maria gjatë kësaj kohe të ketë bërë kushtin se do të mbetej gjithë një virgjër për t'ia kushtuar vetveten krejtësisht Zotit me trup e me shpirt. Në fakt, në atë kohë nuk ishte normale një kusht i tillë për femrat, sepse nuk njihej ende zgjedhja e një jete virgjërie për femrat, po themi. Për meshkujt ishte ndryshe, kishte disa raste. Ka që është vërtet, pra, se nuk ishte normale për Marinë që të bante një kusht të tillë, saqë Maria, me sa duket, nuk ka qenë gjithmonë në tempull, pra, edhe pse kishin kushtuar prindërit vet. Sepse kur kryengjëlli Gabriel u shfaq për t'i lajmëruar se do të bëhej nana e Jezusit, ajo ishte në Nazaret tashmë dhe ishte e fejuar për Jozefin. Edhe në fakt, përballë engjëllit, Maria, si të vetmen pyetje që nuk arrin t'i japë përgjigje, ban këtë: si do të mund të ngjaj kjo, ndërsa unë jam virgjër? Pra, si mundet të ndodhin që unë të mbetem shtatzën ndërkohë që kam bërë kushtin e virgjërisë? Bile në greqishtën e vjetër në cilën janë shkruar tekstet e Beslidhjes së Re, Maria thot tekstualisht këto fjalë: si mund të ngjaj kjo, ndërsa unë nuk njoh burr? Në fakt burr njihte, sepse unë ngjilli më një herë pak më sipër kishte thënë se ishte e fejuar për Shën Jozefin, pra. Por me fjalët nuk njoh burr, ka mundësi se Maria ishte duke nënkuptuar faktin se kishte zgjedhur që edhe në martesë të qëndronte e virgjër, t'i kushtoj gjithsesi Zotit. Para se të vazhdojmë,
na duhet të themi se kushtet e tilla vetjake vërtet që mund të bëhen, por duhet bëhen me shumë kujdes. Edhe asnjëherë pa konsultu njerëz ma me përvojën fe. Theksojmë asnjëherë pa konsultu njerëz ma me përvojën fe, sepse shkaqet që mund të çojnë në kushtet e tilla shumë djem ose vajza, pra kushte personale, kam fjalën, vetjake, edhe publike, edhe aty bëhen shërtime të mëdha, pra kushte ku zgjedhin të mos martohen, nuk duhen të bëhen pa pyet të tjerë, sepse mund të kenë shkaqe shumë të papjekura. Të papjekura nga ana afektive, por edhe nga ana fetare. Nuk duhet harrojmë diçka në rastin e Marisë, se ajo kishte privilegjin edhe kryqin patjetër që të ishte e zënë pa mëkatin e rrjedhshëm. Privilegjin kuptimin që kishte këtë natyrshmëri me fjalën e Zotit, me gjanat e Zotit, por kryqin kuptimin se do t'i duhet edhe asaj të pranojnë pasojat e mëkatit në botë dhe do t'i vujnë. Por fal asaj natyrshmërie që Maria kishte me hirin e Zotit, patjetër që e shet natyrshme, e frymëzuar patjetër ndoshta edhe në mënyrë të posaçme nga Shpirti i Shenjtë që i kushtohet edhe me trup. E me shumë mundësi, pse jo edhe me siguri, Maria duhet të jetë konsultuar edhe me teolog o njerëz përshpirtshëm, sepse në tempull kishte me shumicë të tillë, edhe mjaft të devotshëm. Por pse po themi këtë gjë? Sepse këtu del në pa edhe një veçori e madhe e fesë së Jozefit. Një kusht të tillë Maria nuk mund ta bante vetëm, po ta mendosh. Një martesë për qenë e vlefshme kërkon dy gjëra: pëlqimin e sinqert që i theksuam radhën e kaluar dhe lirinë e plot mes palëve, edhe konsumimin e martesës në durimin e nërshjalt fizik mes palëve. Por kjo e fundit mund të mos jetë shkak i mungesës së vlefshmërisë martesës, kur është bashkënda me vullnet të lirë, pra nga palë. Pra, kur palët vetë kanë vendosur që të mos e konsumojnë martesën me liri të plotë, e theksojnë. E në historinë e kishë, në fakt, shumë rrallë, por ka pas shifte të shenjta që kanë bërë zgjedhje të tilla. Është një mret, në fakt, që në Eduardi III, dëshmitari, fillon ta quajnë, mreti anglis në shekullin e 11, i cili kishte një bashkëshorte gjithashtu shumë të devotshme dhe me dakordsinë e tyre të plotë zgjodhen ta jetonin martesën e tyre në vizhgjerie dhe fliten pallatin metror se mreti dhe mretresha kanë bërë një zgjedhje të tillë. Ka që është e vërtetë sa që nuk patën në fund edhe të shëgjimtare lini një problem për pasarsin, pra e fronit. Por, edhe pse ka raste të tilla, e theksojmë se zgjedhjet të tilla duhen shkuraju mundësisht sa më shumë. Ta zamë nëse një çift ose një ana prej palëve mund të vinë tek unë si meshtar ose mund të shkojnë te një meshtar tjetër për të thënë se kemi bërë një zgjedhje të tillë, duhet absolutisht të shkurajohen. Jo, nuk duhet ta bëjnë një zgjedhje të tillë. Ose të paktën të maten mirë, e të mendojnë mirë, të luten shumë, e mundësisht kjo gjatë diskutohet jo pasi janë martuar, por qysh para martesë. Pra duhet një ecje vërtet e fuqishme. Mundësisht edhe të shkurajohen të krejt ai lloj kushti, sepse nuk është i natyrshëm për martesën, po ta mendosh. Kërkon një misticizëm shumë të thellë. Për shembull, kështu ndodhi edhe me një çift francez në shekullin e 19, Luigi Martin dhe Zilia Guerin, që janë shpallshenjtër nga kisha sot, dhe fillimisht kishin vendosur të banin një kusht të tillë, pra. Edhe si shenjë që nuk donin të jetonin martesën e tyre thjesht si egoizëm, pra duke jetuar dhe virgjërin, por për treguar se i hapeshin dashuri, kishin vendosur të adoptonin edhe një fëmijë. Por rrëfysi tyne me shumë urti shpirtërore i ftoi që të hisnin dorë për atij kushti dhe i zgjidhi për atij kushti. Kisha ka pushtet të lidhet të zgjidh mëkatet, le pastaj edhe kushtet e tilla, pra vetjake. Sot ata janë shenjtër, thamë, dhe por patën në jetën e tyre 9 fëmijë, 4 prej cilëve vdiqën qysh në vogli dhe 5 vajza të tjera pothuajse gjitha me famë shejtërie. E më famshme ndër to është shenjtja e Terezës e Jezusit fëmijë. Pra, ka raste të tilla, por thamë, duhet të ketë një bashkëndarje të plotë mes palëve dhe vendimi duhet merret mundësisht patjetër qysh para martesës, por edhe me një shqyrtim shumë të thellë me dikën që ka përvojë shpirtërore më të rënjosur e më të gjatë. Por që Jozefi dhe Maria vendosen ta jetojnë martesën e tyre në virgjëri të plotë. Kisha gjithnjë ka besu se Maria pas lindjes së Jezusit ka vazhduar të jetojë së bashku me Jozefin dhe njëkohësisht nuk kishin durimin martesor. Bile është dash një koncil, edhe këtu nuk mund të bëjmë diskutime më shumë, sepse është një dogmë feje. Ishte një koncili i dytë i Konstantinopojës në vitin 553, ku
u shpall si dogmë fejet e pakundërshtueshme pra se Maria është gjithmonë virgje, sikurse e themi edhe në lutjet e kishë shpeshherë. Por pse gjithë kjo këmbgulje në një detaj të tillë? Patjetër sepse ka një bazë historike, por edhe ka një përmbajtje shumë të rëndësishme teologjike. Përndryshe kjo këmbgulje nuk do të kishte kuptim po ta mendosh. Maria është pjesë e kishës, e dim, është një prej krishterëve, por është gjymtyra mashkëlqyre e kishës, sepse u zu pamkatin origjinal dhe nuk ngatnoi asnjëherë gjatë jetës së saj, edhe pse mund të bante, e kemi thënë edhe më sipër. Në fakt, Zoti, duke bërë që Maria të ngjidhej pamkatin origjinal në krahërorin e nanës së saj, nuk e kishte hequr lirinë vetjake. Sikurse nuk e kishte hequr pra pam edhe Adamit e Evës kur i krijoi pamkat. Kështu pra Maria u bë jo vetëm nana e Jezusit, por edhe ndjekësi i tij mashkëlqyr. Virgjëria e Marisë pastaj i kujton kishë se edhe kisha duhet të jetë krejt e Krishtit, duke i adhuruar krejt Krishtit pastërtinë e fesë vet, me trup e me shpirt. Pra, Virgjëria e Marisë ka ftu kishën të ruajnë të virgjë, si më thanë, fen, që të mos adhurojnë tjetër kanë përveç Zotit vërtet, të adhurohet krejt me trup e me shpirt në jetën e vet konkrete Zotit. Nga ana tjetër, fakti që Maria vazhdoi të mbetej virgjë edhe u bë edhe nana e Krishtit, kisha duhet mësojnë shumë edhe nga ky fakt, pra se duke ruajtur pastërtinë e fesë, kisha ndërkohë është e ftuar që ta lind Krishtin ndër popull, që do të thotë ta shpall Krishtin edhe ta bëjnë pranishëm, si Maria bani pranishëm Krishtin, ta bëjnë pranishëm ndër popull me shpalljen e saj dhe me shpërndarjen e sakramenteve. Pra Maria Virgje dhe nan i mëson shumë kishë. Nisëm të flasim për Shën Jozefin, por ndalëm gjatë duke folë për Marin. Nuk kemi si të bëjmë ndryshe, në fakt, sepse vetë Zoti ka dashur jetët e tyre të lidhen në një formë të pandashme. Aq më tepër këtë temë për cilën po flasim. Dhe Jozefi dhe Maria gjetën një dakordsi të plot fejet, pra në këtë kushtim virgjëror të tyre që bashkëndohen thamen në fe me njëri tjetrin. Por jo të gjithë krishterët kanë qenë fort dakord. Nuk ka qenë lehtë të dakordsoheshin të krishterët në këtë pikë. Tani mund të hyjmë në një temë edhe interesante, bella që sharakë nga një anë, por na bën të mendojmë. Kishte njerëz që për Marin nuk e kanë diskutuar asnjëherë, pra pothuajse më njëherë krishterët e brezit dytë, sidomos pas apostujve, dhe me apostujt ka disa dhëna, por më njëherë krishterët më vonë për Marin nuk e diskutonin se ishte zën pamkat origjinal. Për Jozefin, patjetër, të gjithë e dinin se është zënë si gjithë njerëzit e tjerë me mëkatin origjinal. Edhe këtu fillonin vështirësitë. Thamë, sidomos në shekullin e dytë u kërkuan shtigjet nga më fantaziozet, nëse mund të themi kështu, e çuditshmet, për të kuptuar se si kanë rënë dakord Maria dhe Jozefi në këtë kushtim të tyre virgjëror në martesë. Zgjidhjen më të çuditshme e lën Ungjejt apokrif. Ungjejt apokrif janë ato ungjej që janë shkruar me pretekstin për të treguar jetën e Jezusit, e Marisë, e Jozefit, por apokrif do të thotë që janë mbajtësi të fshehtë nga kisha, jo sekret, nuk është sekret, ato janë nëpër biblioteket e krishterë kudo, por nuk janë zyrtar për kishën. Ungjejt kanonik quhen 4 ungjej që i njohim gjithë. Pra, zgjidhjen më të çuditshme e kanë dhënë këto ungjej. Aty thuhet se për shembull, nuk janë vërteta, por kështu thuhet thjesht për të marrë në dorë, e thuhet se Jozefi ishte mjaft i shtyrë në moshë kur u martua me Marinë. Madje vazhdojnë duke thënë se Jozefi kishte qenë i martuar edhe më parë dhe prej asaj martese paska pas rreth 6 fëmijë. E kur i kishte vdekur ajo bashortja e parë, atëherë mori Marinë dhe mendohet se Jozefi pra sipas tyre ungjej vdes 111 vjeç. Patjetër janë ide të gabuara, por ishin tentativa të dëshpëruara, si më thon, për të justifikuar faktin se Jozefi ka bashkënda virgjërinë e Marisë. Vini me njëherë, hyni në Google dhe bani një kërkim të shpejt, kërkoni Shën Jozefi, ndonjë imazh, dhe shihni se si kjo ide ka ndikuar në ikonografinë e sotme, ku Shën Jozefi praktikisht paraqitet në shumë raste, nuk them shumicën, por në shumë raste si një plak. Jozefi thu se është gjyshi i Jezusit, jo ati i tij. Edhe pse atë kujdestar, po e kthejmë kësaj teme më vonë. Pra duke dhe plak i shtymë mosh, gati me një kam në varr. Dhe ka ndiku, edhe është shumë gabim. Është shumë gabim. Jozefi ishte i ri, shumë i ri, po e themi edhe një herë, pak më poshtë moshën e saktë se mendoj se ishte, kur u martua me Marinë. Por ishin, si thosh, për ta thënë me një fjalë popullore, përpiqeshin të justifikonin se Jozefi, me që kishte mëkatin origjinal,
me siguri nuk do të ishte arrit ta pranonte bashkëndarjen e virgjërisë pra në martesë, dhe nëse e paraqesim si një njeri që gati në fill vdekjes, ka 6 fëmijë, nuk i shkon nërmend që të ketë një martesë normale më, dhe atëherë në hajt s'ka çfarë ban tjetër. Jo, është shumë gabim. Kjo është një ide shumë pagane. Prandaj na etrit e kish me njëherë do ta sulmonin këtë ide dhe përmbajtjen e ungjeve apokrif në këtë pikë. Vështirësia e të krishterëve të parë përbahet edhe nga një detaj tjetër i ungjeve kanonik. Ungjilli Mateut, ungjilli Markut, ungjilli Gjonit, veprat e apostujve, letrat e Shën Paulit, përmenden një fjalë që i ka fut probleme e teologëve. Vëllezërit e Jezusit. Janë disa rreshta ungjillore që thotë Jezusi me vëllezërit e tij. Edhe ndërkohë, nga ana tjetër, tradita kish gjithmonë ka mbrojtur idenë se Maria ka lindë vetëm Jezusin, s'ka lindë fëmijë të tjerë pas tij. Dhe atëherë janë bërë këto manovra të çuditshme, plot fantazi për të thënë që Jozefi kishte fëmijë të tjerë, por gabim. Etit e kish thamë ju kundërvun me njëherë këtë në arsëtime. Jo vetëm pa baza, por edhe me mentalitet, mendësi pagane. Po pagane, sepse po ta shikosh, fshihet ideja se vetëm duke imagjinu Jozefin plak dhe me shumë fëmijë, e përsërisim, mund të justifikonin bashkëndarjen e një martese të tillë pra në virgjëri. Është edhe shumë e papjekur në fe kjo teori, sepse mbështetet idenë që edhe sot shumë shpesh gjendet në trurin e shumë kujt, sikur ta imagjinojmë Jozefin e ri, pra, të rinj janë të paaftë që të bëjnë zgjedhje fejet as të forta sa që kjo zgjedhje të përfshin edhe jetën e tyre seksuale. Pra, të rinjt nuk mund të bëjnë zgjedhje të tilla, shumë kush mund ta mendojë një gjë të tillë sot. Por përvoja tregon se të rinjt dinë edhe që çkimet të bëjnë edhe zgjedhje fejet shumë të forta, me gjithë brejtësinë që mund të kenë, por mund të bëjnë zgjedhje fejet shumë të forta dhe shumë të pastra. Më të forta se sa disa plec, më të forta se disa të më shumë, edhe më të pastra se disa të më shumë me shtym moshë, ndoshta, më e keqja është se me kalimin e moshë fillojnë duke harru pastërtinë e zgjedhjeve që kanë bën, sepse fillojnë të lodhen nga një opinion i tillë, pra se është e pamundur që të bëjnë zgjedhje të tilla. Pra, kujdes, nëse thojmë në atë kohë nuk kishte mundësi që të bëheshin zgjedhje të tilla, nuk do t'i mendojmë njerëzit e asaj kohë më pak të mëshëm se ne sot. Ashtu se ne kemi zbulu ujin e ngrohtë, si thonë asaj fjalës. Pra, ne dim gjitha sot se si funksionon jeta. Edhe atëherë kishin një fe të gjallë, të rënjosur, e njehnin jetën shumë mirë, por dinin të banin edhe zgjedhje shumë konkrete, shumë të bukura. Edhe para Krishtit pastaj kishte forma jetet për meshkujt që zgjedhnin të t'i kushtoheshin Zotit në virgjëri. Janë disa dhëna për bashkinë hebraike që na bëjnë të mendojmë pra se kishte bashki të vogla, bashkia e senve për shembull, por mund të jenë edhe tjera, të cilat zgjidhnin të jetonin me kushtin e virgjërisë, si bashkitë rregulltare sot mund të themi një krahasim. Por mund të linin pyetja, Jozefi nuk kishte një bashkësi, pra kishte Marin dhe Jezusin. Ishte bashkësia familjare kaq e veçantë e Jozefit, ajo që ndihmonte ta bante kushtin e tillë të virgjërisë. Njëri prej anëtarëve të kësaj familje ishte vetë biri i hyjt, pra patjetër që nuk ishte thjesht sa për numër, me hirinë e vet, patjetër e ka mbajt Jozefi në këtë zgjedhje dhe në shumë zgjedhje të tjera. Maria me pastërtinë e vet patjetër jashtëzakonisht shumë e ka ndihmuar. Imagjinoni sikur të kemi në shtëpi një njerëz të shenjtë, në kuptimin e fjalës, njerëzit e shenjtë nganjëherë na çrregullojnë jetën, na fusin te lashe, por na fusin te lashe kur nuk duam të jemi vetë të shenjtë. Jozefi donte të ishte i shenjtë, e prandaj ndihmohej nga biri i hyjt dhe nga zoja bekume e xhanun pa mëkat. Prandaj, avash kur ngutemi të gjejmë zgjidhje të thjeshta dhe pagane këtij detaji. Pastaj, ai ngurrimi i natyrshëm që kishin disa për vëllezërit e Jezusit, pra që përmendet në Ungjil, do të theksojmë diçka shumë të bukur e shumë të rëndësishme. Në greqishten e vjetër, që janë shkruar Ungjillit, pra, ekzistojnë dy terme të ndara për të cilësuar vëllezërit dhe kushenjt. Për vëllezërit, për shembull, është termi adelphoi. Për kushenjt është syngnetoi. Por në hebraisht edhe në aramaisht, pra hebraisht për ka ishte Jozefi dhe ungjilltarët, edhe në aramaisht për në të zona, gjendej një fjalë vetme për të dyja, si për vëllezërit, si për kushenjt. Fjala a, që nënkuptonte pra vëllezërit dhe kushenjt, nuk kishte ndarje.
Patjetër ndoshta për shembull kur shenjtë e parë i shihnin si vëllezër, edhe nuk kishte një fjalë tjetër, vetëm këtë fjalë A, që i përfshinte të dyja palë. Autorët e Ungjileve e dim ishin hebrejnë, edhe pse shkruajnë greqisht. Do të thotë se arsyetonin si hebrejnë dhe nuk hynin të arsyetonin më shumë, me sa duket, pra ta saktësonin më shumë këtë detaj. E prandaj shkrimi i shenjtë nuk mund të shpjegohet kështu. Kush ta kapin dorë të japin një shpjegim si të çmbeti sipas tridhit të kujdo, nuk mund të shpjegohet, por ekzistojnë, duhet të merren konsiderat rrethanat, duhet të merret konsiderat tradita dhe duhet një autoritet kishtar që na ndihmon ta kuptojmë ashtu si duhet. E në lidhje me moshën e Shën Jozefit dhe me çështjen se ai kishte fëmijë të tjerë apo jo, është sidomos Shën Jeronimi jon mund të themi pra se ishte dalmat, i cili holli drejt përfundimisht me këtë temë. Pse përfundimisht? Sepse si ai nuk e njihte askush aq mirë shkrimin e shenjtë. Shën Jeronimi është ai që më vonë do të përkthente edhe krejt Biblën në latinisht Vulgata, pra në gjuhën e popullit, dhe duke njohur shumë mirë shkrimin e shenjtë dhe zakonet e kohës, Shën Jeronimi me një vendosmëri tipike të tij u ju kundërvon tyne ide pagane dhe thoshte, Shën Jozefi duhet të ketë qenë 18 deri 20 vjeç kur filloi të jetonte bashkë me Marinë, e Maria, nga ana e saj, mund kishte qenë 14 deri në 15 vjeçe. Jo më shumë. Kjo është ajo që mbështet kisha. Jozefi ishte djalë i ri, shumë i ri bile, kur zgjolli të jetonte së bashkut me Marinë. E Maria gjithashtu ishte vajzë shumë e ri. Mendimit e disa teologëve pra që thonin se Jozefi nuk ishte në gjendje ta pranonte një vëzhgri të tillë, nga që kishte mëkatin origjinal, i kundërvej tani mendimi shumë teologëve të tjerë që thonin se mëkati origjinal vërtet që e ka plagos natyrën njerëzore, por nuk e ka shkatërruar. Po të vëmë re, jemi si të fiksuar edhe ne me shtartë për dikimet tona për të theksu damin që ka sjellë mëkati origjinal. Edhe gati lamas dorët atë që ka shpëtu pa u dëmtu. Nuk ka shkatërruar natyra njerëzore, sigurisht se u shkatërrua natyra e djallit që ishte angjëll i mirë u bën krejt i keq. Natyra njerëzore është plagos, por ka shpëtu një pjesë, duhet ta marrim konsiderat atë që ka shpëtu. Me lutje, me pendes, me përshpirtëri, me fe gjallë, me mbështetje në një bashkësie që ka fenë gjallë. Natyra njerëzore prap ja del ta mposh lakmin për mëkat që ka sjell mëkati i rrjallshëm. Plus që gjitha këto harm shpirtërore për Jozefin tani shtohej edhe tjetra më përsosuna, prania birit të Zotit në shtëpinë e tij. Ai, biri i Zotit, pra do t'ja shtypte kokën djallit gjarë prej dinhak, e do ta bante mas parit nëpërmjet nanës së tij, të ngjizun pa mëkat, zojës bekume, cila ishte hir plote, siç e quante kryengjilli Gabriel. Pra, me Jezusin dhe Marin përbri, Jozefi mund ta mposhte egoizmin e lakmisë që mëkati i rrjallshëm ka provokuar në njeriu, dhe mund t'i kushtohej trupi shpirt Zotit. Prandaj, nga që e ruajti këtë pastërti virgjërore në trupin shpirt, ikonografia krishtere gjithmonë e paraqet Shën Jozefin me ndonjë zamak të bardhë pranë vetes, po ta vënë re në gjitha figuret paraqet me ndonjë zamak të bardhë pranë vetes. Është lulja që simbolizon pikërisht pra pastërtinë, lirësinë me cilën ai ishte kushtuar Zotit. Ai ose shumë shenjtë të tjerë që paraqiten pra për t'treguar pastërtinë që kanë rrit në shpirt. Sa shembull i bukur bëhet Shën Jozefi këtu për gjithë ne të krishterë. Me Jezusin dhe me Marin përbri mund ta mposhtin mëkatin. Jezus, Maria, do të bëhej si refren në gojën e shumë shenjtërve. Por pa frikë mund të na shtohet edhe një tjetër, Shën Jozef e ka lutje të shumta ku kisha në gjuhën shqipe i drejtohet pra familjes shenjtë. Jezu Krisht shenjtë, Mari shenjtë, Jozef e tjerë. Pra, Shën Jozefi na ndihmon për bashkë shembull për gjithë krishterët. Të shohim pak në një kalim jo shtërrues, si thosh, se si Shën Jozefi pati dhuntin pra në këto rrethana duke pranuar të zhytin këtë mister që po e përfshinte pa nga pak, pati dhuntin të bëhej shembull model fejet në shumë aspekte. Sparit, Shën Jozefi në këtë formë bëhet shembull për shumë të kushtuar, të cilët me kushtet e të në kushtet e tjera që bajnë, është edhe kushti i virgjërisë, pra zgjedhin gjithë jetën të jetojnë në virgjëri. Me Krishtin si qendër të jetës tyne, duke ju hap frymëzime të shpirtit shenjtë, frymëzime vetjake apo bashkësijet,
ata mund të bahen në botë prania gjallë e mirësisë së Atit qellor, pra, të kushtuar. Plus që Jozefi dhe Maria, edhe pse ishin dhuru krejtësisht në martesë me Virgjërinë, të cilën me vullnet lire kishin zgjidhur, ishin bërë njëkohësisht edhe profeci e gjendjes eskatologjike të njeriut, që do të thotë pra se si do të jemi në parajs krejtësisht të Zotit, dhe në ringjalljen e të vdekunve me trup e me shpirt krejtësisht të Zotit. Dhe Jozefi dhe Maria kishin zgjidhur ta përshpejtorin në farë mënyrë këtë gjendje parrizit. Në njëjtin mision fisnik kanë edhe të kushtuar, mund të themi pra, duke treguar se janë krejtësisht të Zotit, i kujtojnë botës gjendjen e të lumëve të parrizit që na pret pra. Atje ku do të jemi krejtësisht të Zotit. Pastaj shën Jozefi, unë si famullitar shoh se bëhet edhe një mes shumë interesante, shumë e bukur edhe për famullitarët. Brenda të kushtumeve, pra duke folur mund të ndajmë këtë kategori. Unë vetë ndihmohem shumë nga shembulli i fesë së shën Jozefit. Sepse sikurse ai pranoi veprimin e jashtëzakonshëm që Shpirti i Shenjtë kishte kryer në krahërorin e fatit vet Maris, pra, dhe ju përkushtu pa kursim atij frytit mrekullueshëm që ishte zanë në krahërorin e Maris, ashtu edhe veprimtaria baritore e famulitarit besoj është gjithmonë e ftuar që ta mposhtë pretendimin se e komandon veprimin e Shpirtit të Shenjtë, një pretendim që nganjëherë famullitarët edhe mund ta kemi, por gabim. Shpirti i Shenjtë nuk mund të komandohet, nuk ka monopol. Din ai ku vepron. Ne thjesht duhet të vihemi në kërkim ndërthojza të vendit ku ai është, pra në përfamulli, të vihemi në kërkim të frymëzimit të Shpirtit të Shenjtë, të veprimit të Shpirtit të Shenjtë në përfamulli. Duke bërë kështu, veprimtaria baritore thosh shndrohet në rendje pas Shpirtit të Shenjtë për të kërkuar ku është Krishti. Jozefi e dinte se Krishti është në krahërorin e Marisë, edhe pse ishte fryti i Shpirtit të Shenjtë, pra jo i durimit martesor, ashtu edhe famullitarët është bukur ta kërkojnë Krishtin në përfamulli. E kjo i ndihmon shumë që dalin. Bile në farë mënyrë ndihmon edhe fenë e famullitarëve, sepse nëse dikush në jetën morgjërore ndoshta ka dhuratën që në lutjen, meditim të takojnë Zotin më shumë, të fuqizohet në fenë vet, për famullitarët jo, nuk është ashtu. Deri dikon është ashtu, por jo krejtësisht. Unë vetë shumë herë, jashtëzakonisht shumë herë, falenderoj Zotin shumë, jam forcuar në fenë time prej të tjerëve që kam gjetur në famulli. Mund të themi pa frikë, nëse ka ndonjë depresion në fe, një famullitar të dalin, bëjnë diçka, të shpikun diçka nëpër famulli dhe ka për ta gjetur Krishtin me siguri, të fshehun nëpër shtëpitë e besimtarëve të vet. Të rfejnë, të bekojnë shtëpia, të merret me veprimtaritë baritore, katekizmin, të rinë besnik ceremonive mortore që duhet të bëhen, pra të bëjnë sikur porosit kisha, mos të kenë frikë sepse aty do ta gjejnë Krishtin që forcon edhe fenë e tij, nëse vërtet ka këtë interes ta forcojnë fenë. Jozefi bëhet model, pra vihet si thotë në shërbim të asaj që Shpirti i Shenjtë ka bërë jashtë tij. Edhe murgjit ose murgeshat, pra mund ta marrin si model të shkëlqyeshëm Jozefin. Çfarë do të thotë? Murgjit janë ato që rrinë gjithmonë, pothuajse gjithmonë të mbyllur, pra kjo është ideja në lutje dhe në meditim. Shën Jozefi u mëson këtyre amëlsinë e intimitetit në jetën e tyre me Zotin, pra. Intimitet që tek Jozefi u shehej, ndriçohej nga prania e Jezusit dhe ne ngushëllonte në vështirësitë e ndryshme vetë personi i Jezusit. Edhe për të kushtuar, pra, në jetën e tyre, aty kur jeta bëhet si grind ndonjëherë, forca e tyre është intimiteti me Jezusin, të dinë të qëndrojnë në intimitet me Jezusin, i cili bëhet, si thosh, është buzëqeshja e ditëve tyre. Me të gjithëve patjetër, sepse po ta mendosh gjithëve na detyron jeta të jemi murgjër. Nganjëherë edhe e dim shumë mirë, ka shumë njerëz të moshuar, sidomos që bëjnë jetë murgjore që ç'kemë të, edhe më shumë se morgeshet e klauzurës, në kuptimin se nuk kanë një bashkësi, nuk shkon kush për vizita, aq më tepër me emigracionin e theksuar që është në vendin tonë, po themi, por edhe në shumë vende të tjera. Pra, të dimë të jetojmë, të kemi shijen që të jetojmë në uratën për shpirtëri. Edhe Jozefin mund ta marrim si model, jo vetëm si model, por edhe si ndihmë. Është një shenjë tresh shumë e madhe, shenja Terezë e Avils në shekullin e 16 që porosiste pikërisht shën Jozefin për devocion për atyre njerëz që i kushtojnë lutjes. Po lexojmë rreshtat që shkruan vetë shenjë tresha Tereza e Avils, pra. Thot, ndaj tij, ndaj shën Jozefit, pra, duhet të jenë të devotshëm, sidomos ata që i kushtojnë lutjes, sepse nuk di si mund të mendohet për mbretëreshën e engjëve e për atë që aq fort ajo ka vuajtur për shpëtuar Jezusin, pa falendëruar shën Jozefin,
që i ndihmoj atë shumë. Kush nuk ka ndonjë mësues që ta mësoj të lutet, le ta marrë si udhëheqës këtë shenjë të lavdishëm dhe nuk do të gaboj kurrë. Pra, sa bukur, shenjtë e tretë ishte edhe ajo vetë Morgesh Lazurit, po me sa duket e ka marrë sa herë për mbrojtje, do ta shohim më vonë, sepse ajo thotë, unë e kam zgjedhur si pajtorin tim në shumë situata. Por Shën Jozefi bëhet model natyrshëm edhe për shumë çifte të martuar, në një formë shumë origjinale patjetër. Thot Papa Gjon Paul II, për shembull, çifti i Marisë dhe Jozefit përban kulmin për i cilit shenjtëria shpërndahet në Mar Tokën, tek një dokument i famshëm që kishte shkruar pra pikërisht për Shën Jozefin. Kulmin e shenjtërisë pra. Po ta mendosh, martesa pa Zotin nuk mund të qëndrojë në kam. Po vajmë pak katekezë edhe për martesën, por na vjen natyrshëm duke fol edhe për Jozefin e për faktin se edhe ai zgjodhi edhe pse në një formë shumë të veçantë të bante një jetë martesore. Martesa pa Zotin nuk mund të qëndrojë në kam. Kur me çifte që kanë dëshirë të martohen, bëjmë ato takimet përgatitore që kisha parashikon, ndër të tjera më pëlqen të vendukje gjithmonë një detaj biblik shumë të rëndësishëm. Bëhet fjalë për atë detajin e librit Zanafils, pra Zoti krijon botën, krijon njerëzit, kur krijon edhe Evën, pasi Adami nuk ishte i krejt i gëzuar, thot Zoti krijoi edhe Evën dhe Adamin plotësinë e gëzimit të tij, tha këto fjalë: kjo tash është ashti e shtrave të mi dhe mishi tim. Një klithje hareshme, si ato frazat që thonë të dashurum, që ndoshta edhe na bëjnë me qesh pak për të prind që fusin të fjalë, kur thonë për shembull bota ime, zemra ime, kështu Adami pra thotë është mishi tim, ka që plot në jetë. Por, fatkeqësisht ka një por, me njëherë pasi ndodhi mëkati dhe hyi i thot Adamit, pse nuk ishte bind fjalës së tij pra. Adami gjeti justifikimin më dashakes që mund të ekzistonte. Adami u përgjigj kështu: gruaja që ma le për shoqe, ajo më la fryt prej pems dhe hëngra. E duket sikur fajin Adami ja lën gruas, por thot gruaja që ma le për shoqe. Dhe me thënë fajin ja hell Zotit. Edhe me një të rame, godet në zemrën e Zotit dhe natyrshëm edhe në zemrën e Evës, që tashma nuk e shef ma si një dhurat, pra mishi tim si e shihte përpara, por e shef si një pengesë, bile shkaktare atë keqes ti. Si puna aty në burrave që thojnë unë pi raki se kam gru në keqe, një ashtu, pra nuk e pranojnë vetë fajin e tyne. Një ashtu edhe Adami. Prandaj tham kam qenë gjithmonë me çiftet kur bëjmë takimet përgatitore për martesë, ta vënë pa këtë detaj biblik, sepse shohim se Adami i flakt, pra poeti i flakt e humi poezinë në martesën e tij kur humi kontaktin me Zotin. Dhe martesa pra, shohim pra se nuk mund të qëndrojnë në kam pa Zotin. Para mëkatit, Adami e sheh Evën si një dhuratë, mishi tim. Pas mëkatit, me praninë e mëkatit, me largimin nga Zoti, për i Zotit në nërgjegjin e tyne pra, Adami e shef vetëm si një barë, si një pengesë për ta sulmu bile. Jozefi dhe Maria bëhen model pra për çiftet, sepse pa Zotin nuk mund ta imagjinojnë martesën e tyne. Prandaj me drejt Maria dhe Jozefi thash janë model fejet edhe për të martuar, edhe pa se që janë model fejet edhe për të kushtuar. Të dyja palët janë të thirrur në gjendjen e jetës ku janë, në fakt po ta mendosh që të jenë krejtësisht të Zotit. Jozefi bëhet model edhe i prinit të vërtet. E unë besoj se ky është misioni i vërtet, më i lartë mund të themi, se të gjitha ishin vërteta, por më i lartë, i kryesori i Jozefit, të jetë model i prinit. Është e vërtetë se ngjizja e Marisë ndodhi për vërtet të Shpirtit të Shenjtë dhe se Jozefi nuk ishte ati biologjik i Jezusit, por duke qenë bashkëshorti i Marisë, ai vetvetiu ishte edhe ati i Jezusit. Na duhet të ecim pak si me franadoret, mos ta teprojmë kur themi ishte vetëm kujdestar Jozefi. E qa bante aty roje, jo thjesht roje, nuk ka kuptim. Por ishte vërtet ligjërisht ati i Jezusit, me drejtat e plota, me gjitha drejtat në popullin e Izraelit, sepse ishte një martesë ligjore ajo e Jozefit dhe Marisë. Dhe Jezusi, ka që është e vërtet se nuk i thot roje, por në gjuhën e kos, të gjithë Jezusin do ta ketë thirrë kështu. Jezusi biri i Jozefit. Ne themi Jezu Krishti, por nuk e thirrshin kështu njerëzit Jezu Krisht. Krisht do të thotë Mesi, pra shpëtimtari.
por është si të thush titull që ja ka vënë kisha pak nga pak, por njerëzit e kohës nuk e thirrshin kështu Jezusin. E thirrshin në këtë formë, s'kishte mi emra, por Jezusi biri i Jozefit. Dhe Jezusi nuk e ka pranuar sa për sy e faqe, ti thonte atë Jozefit, por i ka thonë vërtet atë. Dhe sa bukur është ta mendojmë se si Jezusi i pranon gjitha shprehjet atërore nga ana e Jozefit, gjithë përkujdesin e tij, përqafimet që i ka dhënë, puthit që i ka dhënë me shumë dashuri çdo ditë. Pra, krejt emulon me dashurinë e vet atërore dhe Jezusi sigur e pranon i përgjigjet kësaj dashurie. Edhe këtu nuk kemi si mos bëjmë një hap tjetër shumë të bukur. Jozefi mund të mendojmë pra se si me fytyrën e tij është shumë afër Jezusit, fizikisht afër. E sa herë Jezusi duhet të ndalë tek ajo fytyrë, sikurse ndalen gjithë fëmijët, sidomos foshnjët në këtë botë. Sa herë Jezusi duhet ta kenë shikuar, sikurse shikojnë gjithë fëmijët e botës fytyrën e prindit vet, me kureshtje, me dashuri, e gërvishtin në kuptimin e duke luajtur me ta, e hanë llam, qeshin, pra gjejnë ngushëllim, pastaj duke u rrit Jezusi sa herë do të ketë gjetë ngushëllim. Sigurisht se dikur mund të kenë gjetë ngushëllim si fëmijë pra në vajin e vet tek përkthjeljet e Jozefit dhe të Marisë, ashtu gjen ngushëllim edhe në adoleshencën e tij në turbulline të ndryshme. Nuk e kam fjalën për turbullinat e mëkatit patjetër, por si njeri Jezusi kishte nevojë të ndihmoj në natyrën e tij njerëzore për të rritë. Dhe unë gjejt të shohim pak më thellë, më vonë e theksojnë se Jezusi rritej e përparonte në hir e ndije. Dhe fytyra e Jozefit që ishte ndërmat afërt atë bashkë me fytyrën e Marisë, sa shumë është fotografuar, nëse mund të themi kështu, në ndërgjegjen e Jezusit, pra në natyrën e tij njerëzore. E Jozefi ishte edhe biri i Izraelit, patjetër. Jozefi pasqyronte fytyrën e një populli, një bashkie fetare që kishte një traditë shumë të thellë, shumë të bukur fejet, dhe Jozefi kishte marrë më të mirën prej kësaj, si ajo bleta punëtore që merr më të mirën e luleve, mund të themi, dhe e sjell para Jezusit me fytyrën e tij. E tani e kemi pasur hym pa nga pak tek misioni më kryesor që ju kërkoi Jozefit, të bëhej për Jezusin përfaqësuesi i fytyrës së atit të tij cellor. Nuk duhet na shkandulloj fakti se Jezusi si njeri është dashur që të rritet pra në këtë njohje të atit të vet cellor. Nëse natyra e tij hyjnore do ta kishte zhduk natyrën njerëzore me gjitha fazat e rritjes së saj, atëherë Jezusi nuk do të ishte më njeri. Patjetër se në rastin e Jezusit edhe natyra njerëzore ka përparuar me ritme shumë të shpejta. Sikurse edhe me njerëz, jo të gjithë përparojnë njësoj, madje ka gjeni në disa fushë që përparojnë shkëlqejnë, por kur nuk e zhduk kufizimin e natyrës njerëzore, pra rritja. Edhe tek Jezusi nuk duhet ishte ndryshe, nuk duhet ta imagjinojmë Jezusin vetëm ashtu si e shohim nëpër figuret, pra me aureol nuk ishte, kurse si me atë aureolën pra dritën rreth kokës, normalisht si të gjithë njerëzit e tjerë. Përndryshe, pse çuditeshin njerëzit kur filloi të bante mrekulli, filloi të fliste ndryshe, çuditeshin sepse ishte si gjithë tjerë. Prandaj, edhe Jezusi e ka respektuar në maksimum këtë kufizim të natyrës njerëzore, por duke i përshpejtu patjetër pa i thyr disa faza të rritjes tij. Vetëm kur është ngjallë së vdekurit Jezusi, natyra e tij njerëzore, kam fjalën, pra është përfshi, jo zhduk, por është përfshi në lavdinë e hyjnisë së tij. Ma parë, Jezusi kishte natyrën e shërbëtorit, thotë Shën Pali te letra Filipianëve, është shumë e bukur ajo pjesë kapitulli 2, rreshti 7, ku Shën Pali thotë Jezusi mori natyrën e shërbëtorit, domethënë mori natyrën që të na shërbente ne për të dalë prej mëkatit, pra. Në këtë proces zbritje të Jezusit e ka ndihmuar më shumë se kushdo tjetër, pra e ka ndihmuar Jozefi dhe Maria që të piqej pak nga pak, pra në hirin e hyjit natyra e tij njerëzore. Nuk do të na shkandullojnë kjo gjë. Bile na shton dashninë për Krishtin. Kaq shumë biri i Zotit, kaq shumë ka dashur të jetë me ne, saqë duket sikur e ka lënë në anë për momentin, lavdinë e Parizit, dhe kaq shumë ka dashur të jenë këtu në mesin ton, të lejojnë kufizimin vetvete. Në kas na duhet të ndalemi tek imazhi që hyn dëshirën të ja botës me këtë aftësi kaq të veçantë që po i kërkon të Jozefit. Këtu ndeshëm të arrini. Mund të themi me siguri se fytyra e Jozefit është model për fytyrën e çdo prindi, që si mision të vetin ka jo vetëm që të përçojnë jetën biologjike, por sidomos e kryesisht që të
përçojnë tek fëmia i vet mirësinë e Zotit. Për shembull, është një rast në historinë e Kishme, janë shumë raste patjetër, por që mund t'i ndajmë. Një shenjtëresh italiane e shekullit të 18, shenjtja Teresa Margherita Redi, ajo vdes shumë e re në fakt, por vdes me një famë shenjtërie. Dhe kishte lënë të shkruar në disa letra të veta se jati i saj e kishte zakon shpesh t'i thoshte se e donte shumë me gjithë zemër, por nuk duhet harronte se Zoti e donte edhe më shumë. Edhe në fakt do të sillej rrethana për vanis që do të vdiste shumë e re kjo dhe ndër ato që do të jepte dëshmi për shenjtrinë e bijve do të ishte pikërisht jati, ai do të thoshte se kishte qenë për një periudhë shumë gjatë, edhe kur kishte hyrë bilen klauzur me letra e me korrespondencë kishte qenë edhe ati shpirtëror për një farë periudhë i saj. Pra sa bukur ky kalim pra nga ati biologjik në atë shpirtëror për përfaqësues i plot i atësisë së hyjit. Edhe Nën Teresa, të cilën një gjithë bota, para se të fillon të atë veprimtarinë e saj të madhe për të varfrit, jati i saj pra kishte një shtëpi në Shkup dhe disa shtëpi bile ku ushqente edhe strehonte madje disa të varfër të qytetit. Si në miniaturë mund të themi pra. Si në miniaturë e asaj që Nën Teresa do të bante pastaj në nivel global. Pra, kur Jezusi do ta merrte Nën Teresën edhe do ta shumonte, po thojmë, veprimtarinë e saj për gjithë botën, po bante një mrekulli jo prej asgjajet, por po bante një mrekulli se ajo është shumëzimi të bukëve, që i shumon bukë 5 bukë 2 peshqit për më shumë se 5.000 vet. Ashtu po merrte shembullin e tjatit për ta shumuar pastaj atë shembull në shpirtin e Nën Teresës e për të prejkë turma të pafundme. Zoti është e vërtetë se mund të bëjë gjithçka. Mund të arrijnë tek fëmia edhe të janë shkalu prinin. Ta thonë për shembull kur nuk është preni për rrethana të tjera për vdekjen e kështu. Por edhe kur preni bëhet pengesë, Zoti është e vërtetë se mund të bëjë gjithçka. Mund të arrijnë tek fëmia edhe shumë bile përmes rrugëve të tjera. Por nuk duhet ta nënvlerësojnë shumë prindë se Zoti vet ka si rrugë të zakonshme që përmes prindit, sikurse e ka përdor prindin që ta sjell fëmin në jetë, ashtu edhe mund të themi përdore, por nuk është ndoshta termi më i saktë, por ashtu edhe përdor prindin që ta afrojnë fëmin ka Zoti. Pra është një marifet, mund të themi, nëse mund ta quajmë këtë term teknik, por po e shpikim kështu. Është një marifet i Zotit, një taktikë e Zotit që ai e përdor zakonisht, sepse fëmia ka makollaj sa shumë lodhje i kursejnë fëmis në ecjen e fëmis pra drejt Zotit, shenjtërisë, sa shumë i kursejnë ato prindë që janë të virtytshëm, janë të pastë, për atë sa mund t'jenë një njeri, se nuk mund të teprojmë as në këtë pikë të pretendojmë shumë nga prindë, por janë njerëz të lutjes, janë njerëz të fesë, pra gjitha të mirat mund të themi shpirtërore, kështu për ta shty ka Zoti. Dhe fëmia ka makollaj. E ka më të vështirë nëse nuk e gjen këtë nim. E themi Zoti mund të bëjë gjithçka, por fëmia siç të më shumë punë. Dhe Jozefin këtë rast, pra natyrën njerëzore të Jezusit, po e ndihmonte që të përshpejtonte ta kishte më të kollajt, pra zbulimin sa më të plot të fytyrës së Atit të vetësjellor. Dhe këto detaje shumë tjera që Jozefi na bën të mendojmë me shembullin e tij të jashtëzakonshëm, do t'i shohim edhe në takimet e tjera. Ju bekoft, hyj gjithë pushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen.